Përshëndetje zoti Dorajet. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Jemi më pak se 24 orë nga zhvillimi i zgjedhjeve komunale. Si paraqitet situata në Kosovë? Është një garë që zhvillohet gjithandej në kuptimin e sigurisë së mbarvarqes është thëja një ditë festive. Qytetarët e Kosovës kanë një pikurit jashtëzakonshme sa i takon daljes dhe pjesëmarrjes në zgjedhje si kundër dhe bërit fushat. Por natyrisht që nesër pritet që të dalin votuesit për të dhënë fjalën e tyre përmes votës. Është një garë e madhe që është duke u zhvilluar, sepse është një përgatitje të thëja edhe për betejën e ardhshme që nuk do të jetë e largët, betejë për zgjedhjet qendrore, sepse gjitha indikacionet na flasin se ne nuk do të mund të kemi një kuvend funksional dhe vështirë që mund të kemi një qeveri të ardhshme. Dhe prandaj konsideroj që kjo është vetëm fillimi i fazës së dytë të zgjedhjeve që do na presin përsëri ndoshta në fund të vitit. Çfarë ndikimi do të kenë këto zgjedhje, le të themi në komunat në veri të Kosovës? Në komunat në veri të Kosovës, nëse do të marrë pjesë lista serbe, ka gjasa që të rikthesë ta themi pushtetin atje. Sepse prania e serbëve është më e madhe si numër dhe si fuqi votuese. Por ata mund të kthejnë pushtetin, por nuk mund të kthejnë prapa proceset e arritura deri më tash. Që në kupton se ajo çfarë është arritur në nivelin e sigurisë, në nivelin e realit dhe të ligjit, nuk mund të kthehen pas dhe kjo është të thëja arritja më e madhe që ka pas Kosova në 4 vitet e fundit. Nuk do të mund të ketë asnjë sa themi tërheqje në raport me atë se çfarë është siguruar. Është shumë e rëndësishme që serbët të marrin pjesë në zgjedhje, është shumë e rëndësishme që ata të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe kjo është do të thëja mundësia që Kosova ju jap në mënyrë të vazhdueshme. Bazuar në informacionet që ju dispononi, a ka indicie për trazira? Jo, nëse të thonë. Pra, ajo çfarë është evidente është se në Kosovë proceset zgjedhore konsideroj janë të standardeve më të larta europiane, ndoshta përtej mesatares europiane, sepse deri tash në momentin që po flasim nuk është raportuar asnjë, madje as incidenti më i vogël edhe në qendrën e Kosovës, edhe në gjitha pjesët e saj, natyrisht edhe në veriun e vendit, asnjë incident, edhe më i vogël qoftë, nuk është raportuar në institucionet e vendit dhe kjo është treguese përveç se institucionet e vendit bëjnë një punë të mrekullueshme, e para dhe e dyta se partitë politike kanë arritur një pikuri të tillë që qytetarët të respektojnë rregullat dhe ligjet. Në të kaluara shumë vite përpara ka pasur kështpërdorim të votës, por ka pas të thëja një dënim drakonik për ata të cilët kanë kështpërdor votën dhe për këtë arsye konsideroj që është dhënë mësimi i duhur. Kosova është larg mesatares së Ballkanit dhe konsideroj që ne organizojmë zgjedhjet më të mira ndër vite. Ndërkohë, sot presidenti Osmani ka mandatuar Albin Kurtin që të formojë qeverinë e re. A pritet të ketë ndryshime thelbësore në emrat e kabinetit? Është shumë e rëndësishme fillimisht që ai mund të formojë shumicën, sepse situata aktuale nuk është shumë premtuese për të. Partitë politike kanë treguar një pozicion jo fort, do të thëja shpresdhënës se do të mund të kemi një qeveri të re. Ajo çfarë është evidente është se ai ka marrë mandatin dhe i duhet atij që të merret intensivisht, ndoshta me deputetët që individual të thëja që do t'i mund të jenë ata garantuesit e formimit të shumicës së re. Por deri atëherë mbetet të shihet. Gjithsesi, Kosova më pranë është që të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme se sa të formojë qeveri. Por krejt janë 2 javë nga dita e sotme kur do të mund të përcaktohet e gjitha. A mendoni se kjo qeveri e Kurtit do të jetë gjatë, bazuar edhe në situatën e brisht në Kosovë, marrshkas edhe nga mbi 55 seanca deri në arritjen e konstituimit të kuvendit pra gjithë që nga zgjedhjet e nënshkurtit e deri më sot flas? Ashtu është, pra, nëse eventualisht Kurti do të arrijë të formojë një shumicë të re, është vështirë se do të mund të qëndrojë gjatë nëse nuk do të ketë një partneritet koalicioni me partitë të mëdha. Dhe këtë partneritet, do thëja, këtë stabilitet do asiguron Lidera Demokratike e Kosovës dhe një subjekt tjetër, që do të nënkuptonte se nëse arrin të ketë së paku 80 veta në kuvendin e Kosovës, do të mund të supozonin që do të kemi një qeveri afatgjatë në kuptimin e numrave. Është shumë e rëndësishme për shikuesit tuaj që të tregohet se kuvendi i Kosovës është ai që zgjedh presidentin e vendit dhe nëse kuvendi nuk arrin që të zgjedh presidentin, ai kuvend shpërbëhet dhe ne shkojmë në zgjedhjet e mënjeheshme. Ne në mars duhet ta zgjedhim presidentin e ri të kuvendit, ose të vazhdojmë mandatin, do të thëja, të ketë edhe një mandat zonja Osmani, ose do të ketë një president të ri të Republikës dhe nëse kuvendi që është, si ta themi, shumica e kuvendit nuk arrin që ta bëj një zgjedhje të tillë, atëherë ai kuvend shpërbëhet.
Dhe kjo është sfida që na ka mbajtur kaq gjatë neve në gjithë këtë histori. Sepse unë besoj që po të mos e kishim pasur në sfond këtë problem, do të mund ta kishim pasur një qeveri më herët. Dhe kjo betejë me këto seancat e të zgjatura është pikërisht për këtë çfarë na pret në sfond. Asnjë parti politike nuk është e gatshme të hyjë në një koalicion që rrëzohet pas muajsh. Apo jo. Dhe e ruajnë këtë, ta themin, tasin, diskursin kundërshtues me njëra tjetrën, sepse e dinë që do të jetë vërtet sfiduese për ta që të ketë një qeveri afatgjate. Kështu që çfarë dua të them se ne jemi më pranë zgjedhjeve, sesa më pranë formimit të një shumice në Parlamentin e Kosovës, dhe kjo më shtyn besoj që partitë politike do të zgjedhin ndoshta opsionin e dytë, atë të shkuarës në zgjedhje përpara se të mbështesin kryeministin Kurti për një shumicë të re. Dhe nëse ndodh një shumicë e re parlamentare në Kosovë, do të jetë ekskluzivisht, do të thoya afat shkurtër, jo më shumë se sa deri në marsin e vitit tashëm. Faleminderit zoti Imeri që ishit me MCN.